Tu veti pesti, me një dhomë, hoja, pija, se thujnë, ta në qëto. E ato në foto? To kom pas, sa i boni, se 4 vite, aja kon qëto, po aja mu vlogët për qëtuit, s'mujnë, e më deqë. 3 vjeqë. 3 vjetë ka vdi? 3 vjeqë ka vdi. Ujin, a keni... As uj s'ka mrena, nuk kem këgjojq, është me bunor. A është uj i pishëm me bunorit? Për bunorit nuk është uj i pishëm, po do të me ble. Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Të Harruarit. E kemi marrë rrugën për Klinë, për një katon komunë të Klinës. Me një familje cila na ka lajmëruar se është në gjendje jo të mirë dhe jeton me 4 fëmijë dhe gruan e ka 7 zonë. Ne nga Prishtina e morëm rrugën që t'i vizitojmë atë familje, e cila është harruar nga institucionet dhe shoqënia. Dhe nga këtu do shkojmë nga afër t'i shohemi se si ata jetojnë, si e bëjnë jetesën dhe çfarë gjendje janë për momentin. Ne përveç se do të shkojmë të këto familje, lusim gjithë ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë që mos jetë hera e fundit që na vizitojmë dhe t'i marrim pamjet e tyre se si jetojnë. Mirë po na lusemi që kthehemi përsëri te këta, të kthehemi me gëzim për ta. Dhe dalim për kraje kësaj familje, dhe çdo familje që na e transmetojmë, Zoti ndihmoft, i shpërbleft e me të mira në familjet e tyre i qoftë. Faleminderit edhe një herë, u pafshim në emisione tjera. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të emisionit Të Harruarit. Jemi në fshatin Grabanis të komunës të Klinës, të një familje e cila do ta dëshmoj edhe vetë që është harruar nga institucionet edhe nga shoqënia dhe shoqatat, të cilat e ka bërë kërkesën ky vet shumë herë dhe shumë vite me radhë që të ndihmojnë që familja me këta fëmijë që janë dhe që janë pritjet një fëmijës të vogël të kenë një shtëpi të rahatshme, një shtëpi të cilat mund të jetojnë shëndetshëm, të jetojnë mirë dhe rahat. Pra nga këtu e kemi tek familjari Musa, Thaçi, i cili do na dëshmon vetë vendin dhe gjendjen e tij se ku jeton. Përshëndetje. Përshëndetje nderuar. Na qysh na keni njoftu, kemi ardhur dhe e kemi vizitu. Juve fillimisht Zoti ja u lehtësoft. Mirë po, ky lehtësim besoj që vese ka fillu, sepse na jemi këtu dhe padyshim se mes këtij ekrani që jemi këtu, ka me ka një bamirës, apo disa bamirës të cilët juve do t'ja u lehtësojnë jetën ashtu siç ju kërkoni. Ju thatë që jetoni vetëm në këtë shtëpi dhe kjo shtëpi e ka vetëm këtë dhomë. Këtë dhomë të jeton me 3 fëmijë, gruan dhe në të ardhmen edhe do mu i pritet që ti jesh prapë buash baba. Inshallah Zoti të begaton me një fëmijë të hajrit dhe të ketë shëndet dhe bereqet. Shtëpia është kjo që shtë dhe po duket. Kjo se po shjello. Që kjo është qështu se 25 vjetë është. Kjo është akun e kalme. Gjatë luftës. Gjatë luftës. Atej ku këthym, si të thojmë mas luftës, vish kulmin, se na pa të ndonë komunë janë Klinë, edhe 5 dite e të masmo, kush, se thojnë nuk o konë, me thonë me qilë dere. Dhe me thonë që shë ki gjenjen. Apo kuptan? Po. Tu veti pesti, me një dhomë, hoja, pija, se thojnë ta në qëto. Ta shënë rritë edhe thmija, vlo. Qika se thojnë klas 6 e modhja, kjo e dyta klas 3. Apo kuptan? Po. Përsa ta shpëshojnë, po lakmojnë për gjithë shka. Që, si kejtë fëmijët e tjerë. S'ko thmija tjerë. Apo kuptan? Apo keni këtu ftoftë dhe apo keni lakshti, shtëpia, qysh pe kalon. Kjo është do sene. Muna që ku dihet. Apo shë? Që? Ka kopë. Mi he këto shijet. Vloga, ajo kuptohet se shijet me sy. Vesh me nejtë tonë kuone dhe me zjemë. Si që me thonë, kaj t'i gjysojës t'a monë ma shumë t'i zjemë. Nuk e monë në vokti, niqë.
Hiq, se është e kalme, me blokat bardhë mo. Qa? Se pret pikën hiq. Hiq nuk e pret. Apo kuptaj? Ja, po keni ftoft? Po, ftoft për prame, po. Ajo, veç, po duhet se tojnë më mlu, sot më nëshme. Qysh pja dilni me fmit në to këtë ftoft edhe këtë? Une për vetë ja din veç Allah i kondor. Shku të. Se thonë Allah i kondor, a din, edhe për me një mësë me mlonë në din me që gjene me hinë, se thonë shka zbanë. Se s'muaj vla, nuk po muaj. A ke kërku prej komunës e prej për me ndërtu shpinë? E vla e më konë në komune, para 4 vite. Sot, dhe me thonë, qëtë vetë, i banë 4 vjetë, se o konë krujtari i katunit, i komunës, o konë dhej që të ku o nalë tjo, e ka po gjenjen teme, që është, veç me ka po më s'ki gajle. Ka më bu. Ka më bo. Që 4 vjetë? Se 4 vjetë. Po. A është i njëti kryetari apet sot? Po, sot do është i njëti. Unë sot bile kam qef me shku, ta i dejtë për drejti. A do më të kazu? Edhe vish me thonë, sot 4 vjetë a i konë të që kjo familje. Ju më gatë. Edhe a i kam e ditë. Po kush nuk ka. Për qa keni nevoj mas shumë të ju? Une mas shumë ti, se kam nevoj për një strem. Strem. A jeni të rrezikum që po shije që është qa dhe murin altë dhe që mundet me ra prapë? Mundet me ra kjo, se kjo një frimë vish pak, jese një dridhje zëtuna i tokës, kjo nuk e petë. S'ka stemel. Muna me dalë për nga e shre se s'ka stemel nuk ka. Se o vish bloki, qështë është qilë, pak vish është qilë shume. Ju do një bëni apel që gjitha ta bamirësa, gjitha ta që na shikojnë për mes këti emisioni, që kësoj familje të agëzojnë për një shtëpi, sepse Musa i zoti shtëpis, që sot jemi këtu, e ka vetëm një kërkes që të ketë pra një shtëpi që... Vesh një kullëm. Një kullëm bi kokë, që shtojnë. Vesh një qajo, vesh një kullëm i pas, se thojnë, unë mos, si kështë thonë 5 parë, për më hongre me pi, e ka përcen. E ka përcen. Apo të një mojnë shëshnija për haj, për pije, për këto... Një mojnë, falmjes për tyne, kush, se thonë që ta si një, veç ku ti shatë të dyrtë. E ti me punë, që shpja del? Unë me punë që shto kush më thirë, shkoj pënaj. Më thonë naj punë sigurt edhe naj punë të shtetit, diçka nuk e ki që s'kam. Ja, nuk kam, se s'kam shkollë. E për, do më thonë për punë? Për punë që shto kush të më thirë, shkoj, për shambull 3-4 ditë, sa të ka, ku s'ka, të me heqme. Që ato për duhet, jam morë libra, ja, lapca, ja, që shto, ja, tesha, ja, më hangë me pi, po. Për këtu apet, e ka përcej. Po, vish një strehim e pas. Ku gjonë, si thujmë tjetër, vish një strehim, ku milionë që thujmë, që e bile, si ka, kjo dyta, babe, du me posovën tema vejka. Po, be, babe, në shka doli herë, për të ka dole, pëshoj në borë, pëshoj, e vish tonë qëtu. Që të më thonë jo, hani, pini, rini, klani, në këtë vend. Kaj qëtu. Me tane. Veti pesti. A është e vështirë jetë, dhe më thonë, me po, është e vështirë. Sepse këtu po shihet që edhe ka, dhe më thonë, lakshti, edhe kjo ndikon në shëndetin e fëmijëve dhe t'juve. Ajo këto, për një prind është problem shumë. Ko e shesë se ka mund me bo kur gjë. Me streu që ta familjen e vetë që ka, është problem. Qaj se edhim. Për një prind është shumë problem. Apo kuptan? Po duhet. Që shka thonë i lumë Allah. Mesazhi ju për fund, për gjitha ta mesazhi që jam, na shikojnë, është, qaj se she, qaj se do me një mu, veç mu ime falenderu me sa të ka. Edhe në bërë doa për ta. Për sa të muj. Jo veqërën, po këtë familje jam qështu. Inshallah me lejen e Zotit. Edhe amen. Na të jemi për atyre që do të mundohemi në maksimum. Te ky fundit do të kemi edhe do të shkojmë të marrim rrugë edhe në institucion të komunë që t'i bëjmë një apel, një kërkesë edhe atyne. Nëse nuk ka rrugë dalje tjetër, që ata
të mon kryetari, pa dyshim premtimin e tij që e ka dhënë. Dhe t'ja u jep bilet, t'ja u ngjatë dorën me një pjesë që ju të keni, do të thonë, një kërëm. Unë, a du më të kallëzoj, unë vish, a din mu hik për qësojna, vish për shitumin. Se nuk është e shtremume, nuk është e sigurt për nuk konë ta. Se 25 vite, kjo është e djegne. Qëto ma shumë ti. Qëto ma shumë ti është tonë. E fëmije, kanë kohën për nëjë smundja, për diçka, apo gruja, fëmije, edhe pse tash... Këto dytën e kumë pas, se kjo pis pëtaptit. Po. Që për tërë kjo? është me bërëtes. Bërëtes. Kjo pis pëtaptit. A për tërë se vloga e këtu, apo pëtën, këto e kumë pas, po edhe që i ka mollo kumë, po kjo e pova se tu rrit, tu e... E ato në foto? Këto e kumë pas, sa i boni? Që 4 vite. Se 4 vite, aja konë qëto, po aja mu vlogën për shtuit, s'muj, e më deqë. 3 vjeqë. 3 vjetë ka vdik. 3 vjeqë ka vdik. Shola, në gjenet të kunin me ta. Amen, ja, amen. Tash, thatë që e për të një dhe një fëmi tjetër. Po, Lusim Zotin që Shola. fëmija tjetër me bereqet, edhe tjetë me një shtëpi të re. shola dëmë për një, që kjo tonë. Dhe gjus dhe shikus, pra që që po më gjendje, edhe fjallë të krye familjarit, na s'kem tjetër që atë flasëm, vetëm ato që e po më dhe ndëgjum, kështu që lusim gjitha ta që se pa dyshim, ka shqiptar edhe ka njerëzit mirë që ja zgjatin dorën një anë tjetër. E Shola. din gjendjen se qysh është, e din që është me hik, se dhe na shqiptarë gjithë mund kemi A qenë. gjithi nga konë, Dhe elhamdulillah Zoti disa i ka ngrit dhe i ka bërë që t'jepin dhe të zgjatin dorën e tyre ndihma. Kështu që lusim përmes këtij ekrani, përmes soj video që të ketë mundësi dhe këtë familje ta bëjmë shtëpi të re, dhe fëmia që na vjen dhe që vjen këtë shtëpi ta gëzoj dhe të jetë i bereqetshëm dhe të gëzoj edhe këtë familje edhe me fëmijë, por edhe me një shtëpi dhe një kulum mbi kokë, sepse kjo shtëpi që shpeshon me gjendjen është rrezik edhe për fëmijët edhe për familjen, sepse herdo kur do prej vjetërsisë dhe ndërtimit nuk ka bazë të mirë dhe nuk është e sigurt dhe mundet me urrëzu dhe me pas pasuria të rënda. Zoti ju në rrotë ju shpërblet gjithë ata që ndihmojnë dhe kontribuojnë për të mirën dhe t'ja largojnë të këqijat njerëzve të tjerë. Faleminderit, Allah ju shpërblet. Musa nga këtu na përkujton, apo na bën një dua dhe lutje gjithë ata që kanë nevojë që t'i ndihmojnë që të ketë një kulm mbi kokë, sepse shtëpia rrezikon që edhe të shembet edhe të ketë një jetë jo të mirë në të. Domethënë, që shepom, peshohemi gjendjen, shidlo. shtëpia edhe për jashtë ka një gjendje jo të mirë. Dhe është në këtë ftoftë dhe në këtë kohë, ajo nuk është edhe shumë e banueshme për me jetu mrena. Shtëpia do të thonë ka veç një dhumë. Veç një dhumë. Që kjo që po shihet është një dhumë që jo e një. E banjën e këtu për mu pastruar. Nuk ka vlla. Pas që ajo dhumë se është se i kem që të mrena, për banje s'ka. A i të kuptu. Edhe nuk kish ka për me hi me në venunta. Se s'kish ka pet në ta kush gjon. A i këtë të kuptu. Se është, kjo është sot për nesër. Shkutrup, sot për nesër, se thujnë edhe vish mu, se thujnë vish, sot mundush me e këthmin në din edhe me kry kjo ato të veten. Se nuk konsh për një familje për më banunta. Ujin, a keni... As uj s'ka mrena, nuk kem ko gjojq, është me bunor. A është uj i pishëm me bunorit? Për bunorit nuk është uj i pishëm, po do të me ble. Me ble ujin. A thonë uj me rami të lirë këtu nuk e keni? Nuk kem. Veç e keni për bunorit? Veç për bunorit e kjo nuk pijet ta uj. Nuk pijet. pijet, veç ka po do të me ble, se s'ka kuqa. La. Këto pajiset që i keni, do më thonë po shtijen që një ashtë, frigoriferi, frizi, atje. S'ka vend, ku milion? Ku milion, vla. Se s'ki vend, me një dhumë, shka me bo. Nuk ish ka, vla. Unë po të ka të zaj, sot për nesër, është që kjo shpi.
që kjo shtëpi që shto se shjetë sot për nesër. Po, Allahi, qaj se e she, qaj se do më bo, mes milion, si thujnë, jetima shkut trup. Për me jesë për para, Allahi shpërbleft, Allahi, si thujnë, me shka ka, si thujnë, me se hupt, po vish qitë për para. Amen. Që kjo tone. La. Shikus në dërum, na veç e pomën dhe gjendjen, dhe më thonë e pomë edhe rrëfimin e krye familjarit, i cili na të regon për gjendjen e ti dhe të fëmijëve të ti se si jetojnë. Dhe më thonë, ata çdo herë dhe çdo ditë dhe çdo natë e kanë friken që gjatë natës mos peshohin i vetën duke mundu me dalë për ndonjë zgavre për shkak se shtëpia nuk është e sigurt brenda. Nga ky moment, nga ky vend, na veç e po largohemi me shpresë dhe mendim që dikush ka me dalë nga ju, që t'i ndihmoj kësaj familje, e cila është lënë anash dhe është harruar nga premtimet e njerëzve të komunës, të cilët i kanë premtuar dhe nuk ja kanë bërë qarën dhe nuk i kanë ndihmuar, domethënë këto. Mirë po, premtimet kurse nuk barojnë, dhe nëse institucionet e këtij vendi dhe kësaj komune na shohin, bëjmë apel edhe për tyre që këtë familje ta bëj me një kulën mbi kokë. Gjithë ata bamirës që zgjatin dorën dhe mendojnë të t'i ndihmojmë, Zoti shpërbleft ju në rroft, që mos me lanë anash dhe mos me harru këtë vëlla tonin me familje dhe me fëmijët e tij. Ne po largohemi nga ky vendi që me shpresë që të kthehemi jo me këtë emocion të keqardhjes, mirë po të kthehemi që të gëzojmë kësaj familje dhe të themi se kanë vendos, apo të vjen dikush dhe të thotë se kemi vendos që ne të marrim përsipër që ta mbarojmë shtëpinë. Gëzohet jo vetëm ky familjar, mirë po gëzimi i fëmijëve është gëzimi më i madh unë këtë dëgjon. Zoti shpërbleft e ju në roft e u pafshëm me hajër. Dhe gjithë ata që njohin familje tilla, mos na harroni dhe na shënoni dhe na tregoni edhe ne kudo që janë ato, në çfarë do vende që janë, na do të jemi zëri i tyre që të qesim ata se si po jetojnë jetën e tyre. Edhe një herë, Allahu shpërbleft çdo kusht, çfarë do ndihmë e nderoft dhe bereqet e shëndet i qoftë. Faleminderit. Faleminderit.